Bashkimi Evropian ka njoftuar se ka kryer pagesën e parë për Republikën e Shqipërisë nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, që është formë e parafinancimit e cila kap shumën prej 7% të mjeteve të përgjithshme që janë dedikuar Shqipërisë nga ky plan. Shqipërisë janë paguar 64.5 milion euro, nga të cilat 34 milion kredi për buxhetin e shtetit, ndërsa pjesa tjetër mjete për projekte në infrastrukturë. Një ditë më herët, Bashkimi Evropian kishte njoftuar se e ka realizuar edhe pagesën e parë për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kështu Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë bërë vendet e para të rajonit të Ballkanit Perëndimor për të cilat BE-ja ka bërë pagesat e parafinancimit nga ky plan. Burimet e BE-s thonë se së shpejti, gjatë këtyre ditëve, do të bëhet edhe pagesa e parë edhe për Republikën e Serbisë. Kjo do të thotë se sipas Bashkimit Evropian, Serbia i ka përmbushur të gjitha kushtet, përfshirë edhe parakushtin specifik që të jetë konstruktive në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Kosova nuk e ka ratifikuar akoma në kuvend marrëveshjen për kredi me Bashkimin Evropian dhe derisa të mos e bëjë këtë, nuk mund të merr pagesa nga BE-ja nga ky plan. Ndërkohë ndaj Kosovës, Bashkimi Evropian vazhdon të mbajë masat ndëshkuese që ishin vendosur në qershor të vitit 2023, por këto masa nuk ndikojnë në disbursimin e mjeteve nga plani i rritjes. Për Kosovën dhe Serbinë, përpos kushteve të përgjithshme që vlen për të gjitha vendet e rajonit, parakusht specifik është edhe angazhimi konstruktiv në procesin e normalizimit të raporteve. Në BE thonë se janë të gatshëm të kryejnë edhe pagesat e para për Kosovën, por është Kosova ajo e cila nuk i ka kryer procedurat e saj të brendshme. Këto marrëveshje kanë karakter të marrëveshjeve ndërkombëtare, prandaj në rastin e Kosovës edhe duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave. Paketa në total është në një vlerë prej 6 miliardë eurosh për të gjitha vendet e rajonit për një periudhë prej vitit 2024 deri në vitin 2027. Nga kjo shumë, 2 miliardë euro janë grante nga BE-ja pa kthim, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të favorshme. Sipas një përllogaritje jo zyrtare, Kosova do të përfitojë nga kjo mbi 880 milion euro nga ky plan i rritjes. Për KTV-n nga Brukseli, Augustin Palokaj.